Një debat e transmetuar në trotuar mes teje dhe Xhenetës ka ndezur goxha rrjetin. Çfarë ndodhi? Një perifrazim. Atëherë nuk ishte qëllimi im që ta agravoj situatën në atë mënyrë. Unë thjesht po diskutoja në lidhje me përputhën. 100% Xheneta nuk e ka pa episodet e përputhën, por thjesht ka dëgjuar që Albi kishte një lidhje paralele. Por edhe kjo nuk është e vërtetë, se s'kam patur lidhje paralele, ishte thjesht njëje. Lidhje u zyrtarizuar në momentin që unë dola nga përputhën. Kështu që nuk është se më gënjeva njëri, përkundrazi nuk do ja pranoja gjithë çdo gjë përballë një Shqipëri apo një diaspore që ndjekin formatin. Kështu që ajo direkt ofendoi duke thënë mashtrues. Tani pam një orë duke diskutuar këtë gjë. Po duke sikur kishte diçka mes jush që vinte si e amplifikuar që nga jashtë, pra ju njiheni? Jo, nuk njihemi. Nuk njihemi. Aty ishte takimi i parë. Po ishte takimi i parë. Më era parë Xheneta kam parë vetëm kur ka dalë në emisionet e Topit. Okej. Unë se kam parë në asnjë vend tjetër, unë se dia kush ishte Xheneta. Jam shumë i sigurt ajo nuk e dinte kush ishte unë deri në momentin që jemi takuar në trotuar dhe u bë ai debat. Dhe por, shiko, ajo ka edhe një tip impulsiv dhe agresiv që direkt kalon në sulm, edhe jo vetëm në sulm, por edhe në ofendime. Kurse unë i thash që shiko, nga mje mua di që jam mashtrues. Nuk e pse të ofendosh në këtë mënyrë. Edhe është më e thjeshtë të njohësh Xhenetën. Okej. Është më e thjeshtë të njohësh Xhenetën se sa të njohësh Albin. Xheneta është një person që tashmë e njeh një Shqipëri, le të themi. Si e njeh Shqipëria Xheneta? Po duke qenë tek pjesa e Bigu, duke qenë tek trotuari, e njohin si një person që vetëm vërtet. Aha. Që vetëm vërtet, vetëm le skena të ndryshme. Për çfarë vërtet Xheneta? Për shumë gjëra. Për shumë gjëra. Gjest është i pari. Dhe më ka bërë një përshtypje një frazë aty, se me thënë drejtën kur po debatonin isha pak e devotuar, por kur po e rishia në YouTube i kishte thënë që ai shkruajta Gjestit sot, atë shkruajta Gjestit diçka e tillë. Ke informacion ti që Xheneta flet me Gjestin? Informacion, nuk e kam edhe më ka gjithë Shqipëria, domethënë çdo person që ndjek edhe këto e din që Xheneta është aty ku është prej Gjestit. Jo, dakor, po ti the ai shkruajte sot Gjestit. Pra ti lë të kuptoj për publikun që Xheneta ka komunikim me Gjestin pas përfundimit të Big Brotherit. Di diçka konkrete? Jo, do të gënjeje nëse do thoya kam diçka konkrete. Po ngacmime, por që asaj di dojë, kështu që mendoj që mund të kenë diçka. Mendon që ajo ka komunikim me Gjestin? Po, mendoj që po, pse jo. Kur ajo agravua në atë mënyrë që unë e thash vetëm që shiko ti je këtu prej Gjestit, nuk është se e thash që e ke shkruajtur Gjestin në atë mënyrë, thjesht e provokova në mënyrë indirekte. Por le të themi hëngri karremin. E hëngri karremin, thua kështu që Rano Kurth mendon që mund të ketë komunikim mes tyre. Po sepse pas meje pyetjen e vinën atë kishte shkruajtur Gjesti.